Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Falenderojmë Allahun xhalla xhelalu, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. O Allah, Zot na dhuro dije dobishme, na mëson vepra të mira, sa timi gjallë na furnizon me furnizim pastër dhe halal. Atëherë po filloj me pyetjet, po nëse ndonjë për vëllezërve ka një pyetje mund ndërhy ose motrave. Çfarë duhet bëhet për përmirësuar veten time me besim, sepse e shoh që imani po më dobësohet. Në momentin që njeriu kupton që imani po I dobësohet, kjo është shenjë e mirë. Çfarë bëjmë ata njerëz që nuk e kanë kuptuar akoma që imani po I dobësohet, derisa të ftofet krejt. Ama nëse njeriu kupton që nuk është mirë, nuk është aty ku duhet, atëherë këtu është gjë e mirë se njeriu ka shanse dhe mundësi për të përmirësuar, për të rregulluar. Kështu që e para gjë duhet falendëruar Zotin që po e kuptoj që po të bie besimi, elhamdulillah. E para gjë. E dyta gjë, ka disa, si më thon, faktorë që ndikojnë drejt për drejt në forcimin e besimit. 1. Rregullimi I syneteve. Pra për farzët nuk bëhet fjalë, për farzët nuk bëhet fjalë. Rregullimi I syneteve. Domethënë falja e syneteve, sa më shumë synete. Agjërimi synet, falja synet. 1. E dyta, leximi I Kuranit. Pasha Allahun, nëse personi merr abdes dhe merr lexo 5 faqe nga Kurani, ai do ta ndjesë si imani I tij do të ngrihet automatikisht. Sepse Zoti thotë në Kur'an, kur I lexohen fjalët e Zotit, ju shtohet besimi. Është Kur'an, s'ka diskutim. E treta, taubja, pendimi. Sepse zakonisht imani bie për shkak të kujt? Ose të neglizhencës, ose të gjunaheve. Neglizhenca si zgjidhet? Duke rregulluar veten me farzët dhe me synetet, e tham. Bërja e gjunaheve si zgjidhet? Bërja e gjunaheve zgjidhet me pendim, me tobe. Ulu dhe pendohu. Thuaj 1000 herë astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Derisa ti kthelohesh dhe të ndërgjegjësohesh, të kapsh veten. E katërta, përmendja e Zotit. Ka thënë Zoti në Kur'an, me përmendjen e Allahut qetësohet zemra. Pra, si me thënë, zemra ka lujt, me kuptimin ka dal nga binarët. Si mund ta kthejmë zemrën në binar? Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me përmendjen e Allahut qetësohet zemra. 4. E pesta, ardhja në xhami, prezantimi me xhamat, ndëjtja në mësime, automatikisht ndikon në iman dhe në besim. E 7. Largohu nga shoqëria që të largon ose të aftof besimin dhe imanin. Largohu nga shoqëria e keqe. E 8. Lidhu me njerëz të mirë, me njerëz devotshëm, me njerëz të përkushtuar. Edhe pse është e vështirë, ndoshta dhe nefsi nuk e ka fort me qejf që të rish me këta njerëz. Nefsi do gallatët, nefsi do të bësh çfarë dush vete, shokët e mirë, tonë o vlla, po çfarë bën haram, pse e bën, si e bën. Në thonjë za të bezdisin. Këta të bezdisin, të këtën, okej. 9. Me ju lut Allahut. Ti e ke kuptu ku është problemi dhe I vetmi që mund ta zgjidhë këtë problem është Allahu. Lutuj Allah, thuaj Zot kam rënë nga besimi, jam ftof. Dhe Zoti ka për të ndihmuar dhe ka për të nxjerr në selamet, inshallah taala. Çfarë vlerë ka fjala amin? Amin do thot o Zot, përgjigju kësaj duaje. Zakonisht amin thuhet kur bëhet duaja në përgjithësi ose kur lexohet el-Fatihaja në veçantë. Amin, pra o Zot, përgjigju kësaj lutje. El-Fatihaja ka 2 pjesë. Pjesa e parë është madhërim, vlerësim dhe lavdrim për Zotin. Mesi, beslidhja mes njeriu dhe Zotit, dhe fundi i El-Fatihas është dua dhe lutje.
Për këtë arsye në fund të Fatihas themi amin. Përgjigje o Zot lutjes dhe duas. Po kur jemi me imam, a duhet themi amin? Po. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, cili do që përputhet amini i tij me aminin e imamit, do t'i falen gjunahet. Si ndodh kjo? Mas i thot imami, wala dallin, amin, thot imami, edhe ne duhet presim. Pra, kur thot imami, wala dallin, amin, themi bashkë me imamin. Themi bashkë me imamin. Si bëhet amini me zë të lartë apo me zë të ulët? Amini bëhet me zë të lartë. Përveç se nëse është një xhamat që nuk e bëjnë me zë të lartë, edhe bërja me zë të lartë mund të shkaktojë zhurmë, mund të shkaktojë ftofje, përçarje, mos e bëj. Ama nëse është një xhamat dhe njerëz që dinë nga suneti i pejgamberit alayhis salam, është mirë që amini të bëhet me zë të lartë. Siç bëhet në Kabe dhe siç bëhet në Medinë. Lutjen mbas abdesit, a duhet ta themi duke ngritur duart lart apo me gishtin lart, apo thjesht ta bëjmë me gojë, jo thjesht me gojë, pa dur e pa gisht. Nuk ka transmetim të saktë për dur as për gishtin. Çfarë vlerë dhe shpërblimi ka sura Inshirah? Nuk ka asnjë argument që tregon se leximi i kësaj sure ka ndonjë vlerë të veçantë, fikse, ku dëgjon etj, por kanë thënë disa prej dietarëve, leximi i kësaj sure ndikon qetësimin e shpirtit. Ndikon në qetësimin e shpirtit. Çfarë shpërblimi ka leximi i surës Al-A'la sepse ju e lexoni në çdo xhuma? Jo në çdo, por në përgjithësi në për xhuma. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka lexuar në çdo xhuma dhe në çdo bajram. Në përgjithësi, për xhuma në përgjithësi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lexonte surën Al-A'la për xhuma dhe në për bajrame. Sepse surat Al-A'la kanë të disa mesazhe që e ka të nevojshme çdo xhuma të kujtohet njeriu. Siç ka sura Kehf 4 mesazhe të rëndësishme, ka dhe sura Al-A'la 4 mesazhe të rëndësishme dhe ka suratu El-Ghashiyah ka 5 mesazhe të rëndësishme. Pra sikur më na thotë i Madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu, ju keni nevojë që këto mesazhe t'i merrni dhe t'i përkujtoni në çdo të xhuma. A duhet ta themi subhaneken në çdo namaz farz dhe sunet? Po, duhet ta themi subhaneken në çdo namaz farz ose sunet para surës El-Fatiha. Si bëhet për ata vëllezër që nga ora 7 deri në 4 janë në punë, nga ora 4 deri në 8 dalin me shokët, nga ora 8 deri në 10 rrinë në telefon, dhe a mund ta dim kur është orari i gruas, i fëmijëve, i familjes, i nonës, i tjerëve? Ky është problem, Allahu na ruaj. Kjo tregon se nuk e ka kuptuar personin fjalë ashtu siç duhet Islamin. Elhamdullah, puna është punë, dhe s'ke çfarë të bësh është punë. Shoqëria nuk është kush dalësh për ditë me shokët, mund dalësh 10 minuta, çerekore, gjysore, pastaj prindrit kanë nevojë për babë, nona ka nevojë për fëmijë, gruaja ka nevojë për burr. Kështu që ai duhet të kthehet në shtëpi dhe duhet të rrinë në shtëpi. Nuk po them kur ka angazhime fetare apo merret me punë të davetit dhe kuzion etj dhe i shkon. Kur s'ka arsye, harxhon 4 orë për kafe, sa më kafe me tjetër, përgojon gjysmën e botës, s'le krijes Zotit pa e morë në përgojë, në për takime, në për kafe, në për... Edhe pastaj s'del koha për grunë, për kalamoj, dhe pastaj i do gjonat me buton. Kjo tregon se s'është kuptuar ashtu siç duhet feja e Zotit. Si bëhet që për gjëra të rëndom, da për shembull orari i bukës me vonesë ose kur nuk shkon diçka në vend siç dëshiron ai, ndalon shpenzimin. Thotë ti nuk bindesh, sa herë që mërzit ndalon shpenzimin e fëmijëve deri në gjërat bazike. Dhe këtë e bën për hakmarrje, jo për përmirësim. Thotë, o do bësh kështu si them unë, ose përndryshe do a bëj jetën skëterë.
Se di, unë nuk imagjinoj do të kështu lloj njerëzish. Unë këto lloj njerëzish nuk i imagjinoj që mund të ekzistojnë. Nuk i imagjinoj, pasha Allahun që s'ka zot tjetër vështi, unë nuk i imagjinoj që të ekzistojnë të tillë njerëz mbi sipërfaqen e tokës. E jo më të vej ballin sejdë apo të falet Zot. Allahu na rujt, Zoti na rujt. E një motë mësak fillar të falë 5 vaktet, kam paguar për të bërë rrugë, por nuk realizua sepse mota nuk arriti dot në orar. Tani problemi qëndron tek mami, e cila beson tek vendet e mira dhe hoxhallarët që shohin kjo gjë më vret shumë. Dhe ka thënë përderisa nuk u bë rukje, do thotë se ju nuk jeni në rregull dhe ata janë në rregull. Mami kërkon kthimin e lekëve mrapsh, kur i kërkoi lekët djalin fjali tha që mund t'i marr nëse ka kupon. Tekse se pagesën e bëra unë dhe nuk mora kupon. Tani mami ka një arsye më shumë për të mos besuar. Nuk është problemi tek 20.000 lekë shirukës, po mirë motër, përdesa që ka situallë e ta, ti ipja vetë lekët mamit. Ipja vetë mamit lekët, për 20.000 lekë bëhet fjalë. Gjithë kjo gurgulet dhe keni ardhë me vones, edhe orari është e zauru, a i hoxha të gjysore e ka hum. Hoxha të gjysore në rukjes që ju ka prit juve e ka hum. Është fut tjetëri, pra orari ka ik. Orari ka ik. Unë tash është 150, është ai hoxha që merr 150 euro, tash vallaj tani më bëjmë thirrje xhamatit. Ti mbledhin 150.000 lekë, ti japim për nonën. Po ti thu për 20.000 lekë? Ti ke ne 3 orë të shkruajt letër me motor për 20.000 lekë, vallaj e fortë je, pashallahu. Pashallahu je shumë e fortë. Për 20.000 lekë e shkruajt një letër 3 orë të sqaruar se çka ka ndodhur. Hajde inshallah. Zoti e boft mirë. Po, kush ka në pyetje nga vëllezër? Nëse ka pyetje, apo të hapim pyetjet këtu që i kemi gati. Se nuk është se s'kemi pyetje, jo. Pyetje vetëm të hap të inboxin unë edhe. Po, Habibi. E rëndësishme është higjiena e gojës. Me mizvak, me furçë nuk ka problem. Po mizvaku është mirë përdorë sepse është sunet. Po edhe furçat përdoret për shembull mjesta dhe ndargët, kurse mizvaku më përdoret ditës. Inshallah. Po, nëse ka një pyetje tjetër. S'ka, fillojmë. Bismillah. Ë? Vetëm ngrej pak zonë. Po pra. Apo e patë gjatë lejnë vete. Po pra, që është e gjatë, lejnë vete. Atëherë pyetja e radhës sot, si duhet veprojmë me prindit kur ato e dojnë evladin e tyre vetëm për interes? Domethënë, nëse i çojmë lek thotë na duan dhe flasin mirë, po nuk i çojmë lek thotë në herë që s'kemi mundësi i varin të unit, e sa herë i çojmë ndryshojnë në kështu. Hajë inshallah, çfarë më bë? Sprov. Mos i leni pa gjë. Mos i leni pa gjë. Sprov, s'ka çfarë më bë. Mos i leni pa gjë. Çoni themi ne nga katonët e kojini, nga pak kojini.
E di ku ti thonë me ku, gjelë në detit e kojnë. Edhe jo kojnë nga pak. Kojnë nga pak. Sa me thonë që varet edhe nga mundësit që keni, po sa mundësit keni, Zotë ju shpërblet. Pyetje, thot, po grata thrasin i kamet? Po, edhe gratë thrasin i kamet. Mendimi më i saktë është që edhe gratë thrasin i kametin. A lejohet me shku mbas namazit xhumas në Varreza? Lejohet, pa e bë tradit. Lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi. Pa e bë tradit ose pa besuar se është më sevap apo më mirë. Imami xhamis e ka emërtu me emrin dhoma apo soba e të pamës, pra vizita e njerëzve në ngushëllime. A lejohet që të bëhet kjo në gjithë me xhamin? Pra imami xhamis këtu ku ka bë vllai ose motra pyetjen, ka propozuar xhamatit që të hapin, bëjnë një dhomë pritje kur ka morte, kur ka gjona, ata që s'kan kushte në shtëpiat e tyre, ti presi njerëzit aty. Emri Wail, a është musliman? Wail është login në xhehenem, s'lejohet emri Wail. Wail do thot mjerim, mirë. Do me boj dhom anash xhamis? Se avash përgjigje. Okej. Atëherë, pyetja radhës to duam bëjmë, imami ka propozuar që të bëhet një dhomë ngjitur në xhamin për ata njerëz që s'kan mundësi të presin njerëz në shtëpi, të presin aty kjo dhoma. Lejohet, nuk ka asnjë problemi. Imami duhet të punojë me i lehtësu hallet dhe kushtet e xhamatit, kështu që nuk ka problem. A bën të kërkojnë ndihmë ndonjë personi për të gjetur një vajzë të mirë, pasi nuk po mundemi vetë? Lejohet. Absolutisht lejohet. Vejnë punë gjithë shokët, miqt, gratë e fisit. Vejnë punë gjithë, me të gjetë i ropë tamam me namaz, me të gjitha. Shumë mirë. S'okej. Madje mund vesh dhe i shpërblim, nëse qëllon njeriu jo tamam i jetës. Unë kam një kojshi, pra një komshi, një fqinj, dhe është pro këtyne këshillon me shku me marrë një hajmali dhe zhiv për mbrojtje. Jo, larg këtyne gjonave se janë magji. Unë punoj elektricis, punoj me 3 vëllezër shqiptar dhe i paguaj aq sa ata kërkojnë. Mirë, po tek pronari i shtëpisë që më jep ofertën për punë kërkoj për secilin punëtor 5.000 euro. S'ka lidhje, lejohet, okay. Ti punëtor të jep rrogë, ndërkohë që ti punën e merr sa e merr ti, s'ka lidhje. Nuk ka problem fetarisht. A është kushtot patjetër konsultohen për emrat e fëmijëve tanë? Po më konsultu nëse s'ja di kuptimin, se mund të vesh emër jo të mirë. Njëri për shembull thotë do ja vej emrin si mas Kuranit fëmijës. Edhe kishte vu kelb. Se fjala kelb është përmend në Kur'an, por kelb do thotë qen. Ose si puna këtij Wail. Wail një lugin në xhehenem. Po, duhet më pyet, pse jo, më pyet, më konsultu. Përveç se nëse je sigurt që emri është okay.
Ha? Kur të mënoj e jetë të falëm. Çfarë thot? Çfarë thot? Kur dalë në ufë, thotaj ti. Kur s'ke në thotaj ti. Kur s'ke ufë gjatë. A ka mund thaj të falëm, a nuk. A ka mund thaj nuk. O të kalaja. Në ufë kur dalë. Në udhë kur të dalë, a ka mundësi të falem apo nëngë? Thaj të Pra, falëm. a do të mu falë kur udhtoj apo jo? Nëngë do të thotë jo. Duhet më falë, babe, duhet më falë, edhe kur shkon në udhë gjatë, edhe kur shkon në rrugë gjatë, duhet më falë. Duhet më falë. Nëngë, jo për namazin. Namazi duhet gjithmonë, asnjëherë nëngë për namazin. Asnjëherë nëngë për namazin. Namazi duhet jetë gjithmonë, po. Pa tjetër duhet falë namazin, edhe pse jenë në për rrugat gjata. Si jemi me kohën? Më intereson një sqarim nga ana juaj, po shoh që përveç haxhit një numër i caktuar besimtarë zgjedhin për të bërë të umre. Çfarë vlerë shpetare ka umra, a bazohet në ajet apo në hadith? Apo është turizëm? Umra është adhurim për Allahun, nuk është turizëm. Umra është haxhi i vogël. Haxhi është dy lloje, haxhi i vogël, umra, dhe haxhi i madh, që është haxhi. Umra është si sunetet e namazeve. Allahu adhurohet duke shkuar në umre, duke bërë tawafin, duke bërë sajin dhe duke qetë flokët. Është formë e adhurimit të Allahut, është formë e adhurimit të Allahut, sipas mundësive. Haxhi është obligim një herë në jetë, ndërsa umra është një herë. Përgjithësi njerëzit e bëjnë kur bëjnë haxhin. Kur bëjnë haxhin bëjnë dhe umrën, e bashkojnë bashkë. Dhe unë këtë do sugjeroja faktikisht. Më mirë me kursy lekët me bë haxh, se sa me shku për umre shpesh e mos me bë haxhin. Mirë, po dikush thotë unë s'kam mundësi asnjëherë me bë haxhin, pak të shkoj për umre, themi po shko për umre. Ose dikush thotë nuk kam bë haxhin, s'kam mundësi më shku për haxh, po të paktën për umre mund të shkoj. 1000 euro, 1100 sa shkon umre. Shumë mirë, s'ka asnjë problem. Kam gjetur një vezë poshtë makinës dhe kam dëgjuar se nëpërmjet vezëve bën magji. Inshallah mund ta ketë pruar edhe në kafsh, mund ta ketë pruar në gjë, po aty poshtë makinës. Pra jo gjithmonë, po ndodh, pra nuk përjashtohet fakti që të bëhet magji nëpërmjet vezës. Po mund ta ketë sjell në mace, mund ta ketë sjell në kafsh tjetër, mund ta ketë sjell në mi. Po gjithë problemi është thotë unë thotë e gjeta vezën zyrë. Ose e gjeta vezën gjej vezë vazhdimisht. Ky është problem pastaj. Sa e të solli herë, po nuk ka për të sjellë për ditë. Allahu le të soft. Si e shpjegoni faktin thotë që ka njerëz që nuk flasin mirë për ju? Normale, pse? Tha, thuhet, dhe më thonë, i tha Musa, thotë Zotit, o Zot ta po na shajnë, ose po më shajnë. Të paktën mos më shajshin. I tha Zotit, po më shajnë mu. E po i lejnë. Jo mo po të shajnë ty. Sharë pejgamberi alayhis salam. Kështu që është normale që njeriu të ketë edhe njerëz të tillë që mund të flasin keq për të, sepse thot pyetja janë dhe disa xhallar këtej nga ne, ma tan kufinit. Hajër inshallah çfarë më bë? Sprovësh kjo punë. Sprovësh kjo punë për ata dhe për mua. Për ata
se duhet kene argument kur flasin, për mu se si do të reagoj. Zoti i falt, e Zoti u zoft. Jam artist figurativ me profesion. Desha të pyes, a hyn ky portret që të kam sjellë në foto? Portreti është ky. Hyn. Pejgamberi sa më ka thënë, piktura ka të bëjë me fytyrën. Momenti që fytyra është e qartë, futet tek ligji i pikturës. Mirë, vëllezër, atë pyetja e fundit dhe me këtë po e mbyllim. Jam shtatzën dhe nuk e kam ditur 6 javë, por burri kam probleme shumë, nuk është në rrugë të Zotit. Kretë këqija t'i bën. Dhe s'po du me lind më fëmijë, kam 4 e të 5 nuk po du. A kam gjuna me bë abort? Kam pas një operacion dhe s'është e mund me fëmiu, edhe se është e mund me që fëmiu me pas probleme. Pyesni mjekun dhe doktorin, pra mjekën specialiste. Nëse mjekja thotë që ty të dëmton apo fëmia do dalin probleme, lejohet. Përderisa je 6 javëshe. Pa mush akoma 4 muaj jorshin. Po u mush 4 muaj jorshi, s'lejohet më ndërhyrja. Ndërsa pse ka burri probleme apo keti probleme me burrin, kjo nuk justifikon divorcin. Kjo nuk justifikon abortin. Kjo nuk justifikon abortin. Allahu e din më së miri.